Nëse ke ndërmend të futesh një makinë të përdorur dhe ta zhdoganosh në Shqipëri, shikoje pak këtë video deri në fund sepse kjo është për ty. Ma merr mendja, nuk e ke parë lajmin e fundit që qeveria ka ndryshuar rregullat e zhdoganimit. Nga viti tjetër, ti nuk mund të shkosh më te dogana dhe ti thuash këtë makinë kam bler okazion thojnë za 500 euro. Kjo do të thotë që shteti ka vendosur çmime minimale. Dhe nga këto shifra nuk zbret më askush, sado larg e ke gjetur ti makinën. Sot në Tiranë që ka njiftoti pa parë, shumë i hidhet, sa ka filluar faktikisht, po nuk mund të rria dot pa e bërë këtë video sepse është një video që intereson shumica shqiptarëve që sillin makina në Shqipëri. Për shembull, një makinë me motor deri në 1.4 kubik tani nuk mund të zhdoganohet për më pak se 162.000 lekë. Nëse kalon nga 1.4 në 1.9, minimumi shkon deri 250.000 lekë. Besoj e kuptoni që nuk kam justifikime që ma fali çuni xhaja apo ja bleva gocës teze 500 euro se nuk e përdor atë makinë. Nga sot dogana do marrin më shumë para nga xhepat e shqiptarëve. Ajo gjë që unë nuk po e kuptoj shumë mirë dhe dua mendimin tuaj është se a do shtrëntohen makina në treg apo këtë shifrën e re do ta paguajë gjithmonë tregtari.